Një kompani nga Shkupi do të financojë rikonstruimin e objektit të vjetër të shkollës së mesme të mjekësisë, ku mësojnë nxënësit e gjimnazit, respektivisht nxënësit e paraleleve me mësim në gjuhën maqedonase. Donacioni ka vlerë prej 800.000 euro dhe propozim vendimi mori dritë jeshile në Këshillin e Komunës së Tetovës. Renovimin e objektit të parë dhe të dytë të objektit të ish medicinës, që tani është në kuadër të gjimnazit Kiril Peqinović. E dini që më herët ky objekt me vendim të qeverisë ju morë Komunës Tetovës e më pas ju rikthye përsëri dhe tani do të bëhet një investim apo një rinovim në ata dy objekte, konkretisht rinovim general i të dy objekteve, rregullimi një kabineti të informatikës si dhe po ashtu dhe rregullimi i hyrjes kryesore të objektit qendror në gjimnazin Kiril Peqinović. Gjatë seancës ku miratua një pikë rendi të ditës, këshilltarët e BDI-s edhe pse votuan pro, megjithatë kishin pyetje se çfarë do të merr në kompenzim kjo kompani që jep këtë donacion. Përgjigjja ishte se e njëjta kompani nuk operon në Tetovë, prandaj nuk ka interesa ose prapavija. Gjatë seancës së 48 të Këshillit të Komunës së Tetovës u miratua propozim llogaria përfundimtare e buxhetit të Komunës së Tetovës për vitin 2024, propozim raport vjetor për shfrytëzimin e mjeteve nga rezervat e buxhetit të Komunës së Tetovës për vitin 2024.